Falënderimi i takon Allahu Gjelle Shanuhu, i cili e vlerësoi punën si ibadet dhe na porositi për drejtësi e ndershmëri. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se dora që punon është më e dashur te Zoti se sa dora që kërkon lëmosh. Mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: a festohet puna apo mjegullohet mundi? Sot, me 1 maj, në mbar botën festohet puna. Është interesante se krijuesi vetëm njeriun e ka obliguar me punë dhe pa punë ai nuk mund të mbijetojë. Njeriu duhet të punojë që të ushqehet, duhet të punojë që të vishet, duhet të punojë që të ketë shtëpi e strehim, duhet të punojë që të sigurohet për pleqëri, duhet të punojë edhe që kur të largohet nga kjo botë të jetoj e jo të përfundoj atje ku nuk ka asjet e as vdekje. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu u shpreh në Kur'an dhe tha: wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dhe se njeriut nuk i takon tjetër përveç asaj që ka punuar. Krijesat e tjera të Zotit ushqimin e gjejnë të gatshëm. Roba nuk u duhen sepse Allahu Gjelle Shanuhu i ka veshur. Strehin nuk ndërtojnë, ose zakonisht nuk ndërtojnë, por e gjejnë. Për pleqëri nuk përgatiten, ndërsa për përjetësin nuk kanë asnjë mendim. Gjatë historisë, kushtet e punës kanë qenë të ndryshme, shpesh të ashpra. Ndaj kjo ashpërsi, padrejtësi dhe mund i detyroi punëtorët të luftojnë për më mirë dhe nga kjo vuajtje e luftës lindi kjo ditë që sot quhet festa e punës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush nuk ka ngrënë ushqim më të mirë se ai që e fiton me duart e veta. Në luftën e tyre nuk mund të mendonin se kjo vërtet do të bëhej festë. Një ditë e zbrazët nga çdo mendim për kushte më të mira pune, e zbrazët nga çdo diskutim për kushte më të mira dhe punë më efikase, e zbrazët nga bisedat se puna përveç se rrugë për ushqim, veshje dhe strehim, është edhe vepra që na bën njerëz dhe obligim që urdhëron krijuesi i plotfuqishëm. Dita në të cilën u fitua që të vlerësohen, që ata për të cilët punojnë të kuptojnë se edhe punëtorët janë njerëz me nevoja të njëjta si punëdhënësit. Jashtë planit dhe dëshirës së tyre, u shndrua me një ditë ku njeriu i dorëzohet instinkteve dhe dëshirave, duke e ulur veten në nivelin e atyre që nuk kanë nevojë të punojnë për bukë, veshje e strehim. Ndërsa kjo ditë ekziston që të na ndërgjegjësoj për rëndësinë e punës dhe asaj pune të ndershme, për rëndësinë e shpërblimit të drejtë për punën, për rëndësinë e kënaqësisë së përbashkët të punëdhënësit dhe punëtorit. Në gjuhën kuranore, për fjalën punë përdoret fjala amel. Nëse e lexoni Kur'anin, do të shihni se kjo fjalë shpesh përkthehet si vepër, ndërsa njerëzit e vetëdijshëm, besimtarët, janë të prirur drejt veprave të mira. Kur'ani nuk e ka lënë pa përmendur se ky amel mund të jetë edhe i keq, i shëmtuar, ai që çon në humbje në të dyja botët. Çfarë festohet sot në vendin tonë? Festohet pabarazia, mungesa e ndjeshmërisë,
festohet mundi i punëtorit, agonia e pensionistëve dhe të ardhurat enorme të atyre që duhet të kujdeseshin që ky mund të ishte më i vogël dhe që agonia e pleqërisë të kthehej në lumturi. Ata që duhet të kujdeseshin që të mos ketë mund e vuajtje, me kënaqësi shikojnë se si mundi i punëtorit dhe agonia e pensionistëve mjegullohen nga timi i skarës dhe fërkojnë duar të kënaqur të vetëdijshëm se as për ta e as për punëtorët nuk do të ndryshojë asgjë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Jepja një punëtorit pagën e tij para se t'i thahet djesëm." Ndërsa ata që më 1 maj të vitit 1886 vdeqën duke luftuar kundër mundit dhe u varën në litar me hidhrim, madje edhe me keqardhje, e shikojnë këtë dhe thonë: "Sot nuk duhet i dorëzohemi timit të skarës dhe aromës së mishit të pjekur, por bisedës si të punojmë më mirë, si të prodhojmë më shumë, si shteti t'i shërbej kësaj dhe si të mos largohen fëmijët tanë në fabrikat e huaja, dhe që ju punëtor të pjesni veten pse asnjë nga përfaqësuesit dhe ministrat tanë nuk shkon në vend të huaj të jetë përfaqësues apo ministër, sepse në vendin e vet nuk janë shmirë." Transmetohet një ndodhi nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se një njeri erdhi te i dërguari i Allahut dhe i kërkoi ndihmë, i kërkoi lamosh. Pejgamberi alayhis salam nuk i dha më njëherë para, por e pyeti: "A ke diçka në shtëpi?" Ai tha: "Po, kam një emë dhe një robë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Silli këtu." Ai i solli dhe pejgamberi alayhis salam i mori, i shiti dhe i siguroi disa para për të. Pastaj i tha: "Me një pjesë blej ushqim për familjen tënde dhe me pjesën tjetër blej një sapat dhe shko puno." Pas disa ditësh ai njeri erdhi përsëri, por këtë herë nuk kërkonte ndihmë, sepse tashmë kishte filluar të punonte dhe të fitonte vetë. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "Kjo është më e mirë për ti se sa të kërkosh nga njerëzit." Këtë ditë, një majim, ne ju alëm juve jo që të mjegulloni mendimin tuaj, jo që të mjegulloni mundin tuaj, por që të luftoni që të mirat të shpërndahen drejt dhe që edhe fëmijët tuaj, si fëmijët e atyre që nuk shkojnë në fabrika e kanë paga të mëdha, të jetojnë njësoj të lumtur. E imagjinon një maj si duhet të duket dita e tij. Deputetët dhe sindikatat ulen dhe merren vesh çfarë duhet bërë që të jetë më mirë për gjithë dhe që të gjithë të shërbejnë së ardhmës sonë. Punëdhënësit dhe punëtorët ulen dhe bisedojnë si të përmirësohet prodhimi, si të arrihet cilësia më e lartë, si të bëhemi konkurrues në tregjet botërore dhe kështu të gjithë së bashku të shërbejnë së ardhmës sonë. Punëdhënësit diskutojnë mes vete si të përmirësojnë kushtet e punës për punëtorët, ndërsa punëtorët diskutojnë si të punojnë më me përkushtim dhe më efikas, që të rrisin fitimin për vete dhe punëdhënësin dhe kështu të gjithë së bashku të shërbejnë së ardhmës sonë. Sot, ndërkaq punëtorët ulen pranë lumejve e përroskave në vende pikniku dhe me timin e skarës e mjegullojnë mundin e tyre, ndërsa punëdhënësit shijojnë në destinacione turistike të larta, e kryeministrat, ministrat dhe deputetët ndështa ulen diku dhe bisedojnë si të sigurojnë edhe një mandat tjetër pa punë me paga të larta dhe kështu të gjithë punojnë kundër së ardhmës sonë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu në Kur'an u shpreh dhe tha: "Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Allahu nuk e humb shpërblimin e atyre që bëjnë mirë. Prandaj, urinë dhe gëzuar një maj, dita e asgjës, me lutjen drejtuar Zotit që të na ndihmojë ta kuptojmë se ne jemi njerëz
Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.